Mëngjes. Mirëmëngjese. Mirëmëngjes, me kënd po flasim? Po bisedojmë me një banor të lagje dëshmorëve në komunën e Podijevës. Po, i nderuar, cili është problemi? Problemi është mas parë është me një kanalizim ka për 10 vite s'kem të lashe me ta, as kërkush nuk merret me atë punë. Ne në rrugën Gjaferuka në këtë lagje Po. kem të lashe më të madhe se krejt anëve na kthehet ne kom në burrët tona. Që pa mundohemi ma shkua me komunikua me komunë, me kryetar, as fare nuk merren me këtë punë heq me ne. Po, zotëri ta qartësojmë, pra, po bëhet fjalë për mbi 10 vjet, e keni rrjetin e ulave zeza që është i gjithë lagjes apo çysh është puna? Gjithë lagja, rruga kryesore është, gjithë lagja është, me krejt atë ujrat zeza kthehen në rrugën Gjaferuka në fund. Po. Je mas ultina, kthehet në burrët tona, marrë me po mas mirë ko me ardhë me po gjendjen qysh është. Po. Me po. Po, vjen nesër një ekip aty, zotëri, dhe flasim pra edhe për këto. Vjen nesër një ekip e dërgojmë aty. Mas mirë ko me ardhë me po edhe me përcjellë rend gjendjen kryetari asë nuk lejon me hy më komunikuem me to përsende atë që as më dalë me hap. Ase, gjithashtu kemi edhe me mbeturinë, ja dërgova edhe ne fata. Kemi mbeturina, kompania pastrimin PDJ shumë mënyrë agresive më sjell me banorë, nuk kanë dull kjo në asnjë komunë, nuk është veç komuna e Prishtinës. Kur gjë nuk ka komuna e Prishtinës që është komuna e PDJ-s me